Një ndërtim pa leje në zonën e Karaburunit, konkretisht një beach bar, ka vënë në lëvizje policinë e shtetit për të arrestuar ndërtuesin Skerdit Dinaj dhe shpallur në kërkim bashkëpunëtorin e tij Olsen Sherifaj. Jo vetëm përgjegjësi individuale, por edhe institucionale u evidentua në këtë rast. Ishte vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita, i cili u shpreh se Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura nuk ka zbatuar ligjin në dhënien e lejeve përkatëse. Jemi sot këtu në Karaburun së bashku me përfaqësuesit e IKMT-s dhe të strukturat e policisë Vlorë, pasi kemi evidentuar një ndërtim të palishëm. Ky ndërtim ka 4 muaj që është konstatuar nga strukturat e policisë Vlorë dhe rasti është referuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor. Po sot, në këtë rast, ne kemi arrestuar një nga autorët që ka bërë këtë ndërtim, kemi shpallur në kërkim bashk autorin tjetër. Në këtë rast, Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura ka qenë në tejkalim të kushteve të saj ligjore për dhënien e lejeve përkatëse për beach barin që ka dhënë, apo dhe për gjithë këtë aktivitet të palishëm që është këtu. Më thënë pyetja Agjencinë e Zonave të Mbrojtura në lidhje me konstatimin e shkeljeve ligjore nga kryepolici Hita, por kjo e fundit refuzoi të jepte një koment. Lidhur me akuzat që drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit hodhi ndaj Agjencisë Kombëtare për Zonat e Mbrojtura, MSN ju drejtua këtij institucioni për të marrë një koment për ta pyetur se cila ka qenë procedura apo praktika që ata kanë ndjekur në këtë rast konkret, pra në dhënien e lejeve përkatëse për ndërtimin në zonën e Karaburunit, por megjithatë, ky institucion nuk pranoi të jepte një përgjigje, duke shmangur dhënien e informacionit për publikun. Në terren ishte edhe drejtori i përgjithshëm i IKMT-s Afrim Qendro, i cili dha detaje të tjera për mënyrën se si kanë operuar në këtë rast. Ka një vendim prishje dhe një gjop, për të cilin ka filluar ekzekutimi para disa kohësh, ka kërkuar ekzekutim vullnetar dhe ka nisur të bëhet ky ekzekutim, ndërkohë më vonë ishte drejtuar Inspektoratit Qendror në bazë të ligjit për të apeluar vendimin e prishjes së gjobën dhe gjatë kësaj kohe ka vazhduar ndërtimin, ndërkohë që vendimi përfundimtar i Inspektoriatit ka lënë në fuqi vendimin e prishjes së IKMT-s. Ndërtimet pa leje të konstatuara gjatë 2 muajve të fundit i kanë kushtuar shkrirjen e Komisariatit të Sarandës, pak ditë më parë të Himarës dhe më herët pezullimin nga detyra të drejtorit të policisë së Vlorës për situatën në Zvernec.